Sa e lehtë ndonjëherë të jesh grua. Nuk të gjykon askush kur ke frikë. Nuk të gjykon askush kur qan. Nuk të gjykon askush kur lutesh për mbështetje. Nuk të gjykon askush kur sarin orgazmën në shtrat. Nuk t'i merr askush dot fëmijët kur ndahesh, edhe kur mund të kesh faj. Nuk të merr askush me zorë në luftë. Sa e lehtë ndonjëherë ti jesh grua. Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia ime edhe nderi më i madh i imi është kur kam njerëz të botës të artit. Sot kemi vëçuar një zonjë nga Tirana e bukur, që me vërtet Tirana më pëlqen shumë, edhe kam dëshirë që të shkoj. Por sot do ta kemi Rita Petran, është një gazetare me të spikaturat të letërsisë bashkohore shqiptare, poete, autore dhe redaktore me një karrierë të gjatë dhe me botime arsimore dhe artistike. Por një gjë të bukur më ka lënë përshtypje një libër, Poema e mungesës, vetmia dhe dashuria e humbur. Unë nuk e di se si ke renditur qiellin e kaltërt, ujin, edhe atë forcën tënde të bukur. Unë i tham vetës ne burrat jemi ka njëherë përtaca, si të me një fjalë. Shpesher kur ngritem në mëngjes, e shoh kur t'jem në deti, shoh qiellin e kaltërt, edhe shoh ujin e kaltërt poshtë. Por në mëngjes, ka një në muzgën e mëngjesit, ose në mramje, zhvillohet një rozë e bukur në qiell. Edhe tham, nusës timi tham, amore, mos jeti kjo? Edhe ka njerë unë nuk ta di tyje, po atë shumë pas ke vlerë të madhe. Kështu që, kënaqësia ime sot që të kam këtu së bashku të jemi, edhe mirë se ke ardhën, edhe është një nder i madh, një poete, një shkrimtare e madhe që të jemi së bashku këtu. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për mua, vërtet është një kënaqësi e madhe. Ju përshëndet nga Tirana që është e mbushur me diell sot. Dhe që të flasim vërtet për gjërat bukura, pse jo edhe për dhimbjen, edhe për humbjen, po edhe për dashurinë që na ndriçon gjithmonë. Madje ndonjëherë më shumë edhe se diell. E ke menduar si fëmijë vogël, si një vajzë e vogël që një ditë do të jesh një shkrimtar ose një poete, ose si ka qenë ajo fëmijëria juaj dhe si ka filluar atëherë në atë kohë? Në fakt, Noli, gjithë fëmijërinë time, unë pothuajse e kam shprehur tek personazhi kryesor i romanit tim Lindur së Prapti. Është i vetmi roman që unë kam shkruar, sepse gjithë jetën kam shkruar poezi dhe nuk kam menduar ndonjëherë se do shkruaj roman. Po janë disa mbresa të thella që të vinë që nga fëmijëria, sepse ka një problem të madh. Ne në çdo kohë fëmijët i shohim gjithmonë si fëmijë dhe kujdesemi për shëndetin e tyre, kujdesemi për edukimin kulturor. Po kur vjen problemi ke emocionet e tyre dhe ke ato të fshehta që mbajmë që nga fëmijëria brenda, që ndonjëherë mund të quhen dhe të fshehta, të errta apo të turpshme, ne nuk i bisedojmë me askënd. Pra, në përgjithësi bisedojmë atë që ndodh në sipërfaqen tonë. Kështu që pikërisht ka qenë kjo gjë që mua më bëri të shkruaj këtë roman, apo që të shkruaja vargje në atë kohë, sepse unë i përkas kohës komunizmit, do me thënë mbasrënies së komunizmit në vitet 90, unë kam qenë në një moshë që ishte afro 30 vjeç. Kështu që në atë kohë, unë e kam kaluar kohën e komunizmit, do me thënë fëmijë, gjimnaziste, studente, madje u futa dhe në punë, dhe jam futur në shtëpinë botuese të librit shkollor. Por poezinë e kam filluar shumë herët. Dhe unë i quaja poezi të fshehta, poezi sirtari, sepse ka qenë një shprehje kjo, çdo me thënë poezi sirtari, ne i mbanim të kyçura me çelës gjërat që i shkruanim si një lloj ditari intim, sepse në atë kohë lejoheshin vetëm poezitë ideologjike, poezitë për partinë, poezitë për komunizmin, kështu që çdo gjë që ishte intime ishte e fshehtë. Po unë prirjen si duket e kisha pikërisht për këto gjëra të fshehta. Dhe që më vjen mirë që ma bëre këtë pyetje, sepse aty si duket ka lindur rebelizmi im,
E i thash babait tim dikur i kam thënë, isha ende e vogël, i thash të lutem, i thash ky sirtari im duhet të ketë një çelës. Pse thaj? Pas ke filluar dhe të shkruash ditar, jo, i thash po shkruaj poezi sirtari. Dhe që gjithmonë më humte ai çelësi dhe ishim detyruar të hapnim me një brav, me një gjë, sepse më ngeleshin poezit aty brenda. Normal pas viteve 90, shumë nga këto poezi u mblodhen, u ripunua sepse unë tashmë isha më një person i rritur, nuk isha më vajzë adoleshente apo gjimnaziste. Dhe pasaj u mblodhën tek libri im i parë që zhbotua në 93-shin, Vargjet për folur. Wow! Kjo është një mrekulli se thash unë sot me të vërtet shumë emisionet televizive që ju marrin gjithmonë se minutazha e tyre është e caktuar. E kështu që unë kam vendosur sot që të shpalosim historitë e bukura të jetës tënde, të punës tënde, të veprave të juaj, të rrugtimit të juaj që ndoshta edhe me kohë të gjatë nuk keni folë me dikën. E kështu që do t'ju rikthej pak kështu edhe si ka qenë ajo adoleshenta juaj, ato kohënat e juaj si një vajzë e re edhe si me shokët e klasës ose me shkollë me studentë. Ato na tregoni pak për atë kohë se kam dëshirë të ndëgjoj pak se ne Kosova kemi qenë ndan prej Shqipërisë, ne nuk kemi pas mundësi me ndëgjuar asgjë. Ne s'kemi mujt me ndëgjuar asgjë. Kështu na flitni pak, ju lutem. Shumë e vërtet, ka qenë një ndryshim i madh që dhe ne kemi mësuar mbas viteve 90. Pra, nëse në Kosovë ishte i ndaluar ose arti modern, nuk ishte i ndaluar se për nacionalizmin, për kombëtare. Dërsa te ne ka qenë diçka tjetër, te ne është ndaluar arti modern, autorët modern. Ne mbaruam fakultetin dhe nuk e bëm, nuk e dinim kush ishte Kafka, nuk e dinim kush ishte Camus, po edhe kur i mësonim, ato i mësonim në një mënyrë të shtrëmbruar, pra si një letërsi revizioniste. Pra, por në Shqipëri, vetëm letërsia e realizmit socialist ishte një letërsi që avlente. Unë, për fatin tim, më pëlqen sepse jam rritur në rrugën e Kavajës, që quhet sot një rrugë kryesore në Tiranë e ndërtuar nga italianët, dhe në atë rrugë kishte një gjë që lidhte 21 dhjetorin dhe kombinatin e lidhte me bulevardin. Dhe në atë rrugë mua më pëlqen sepse kemi pas 3-4 pika orientimi shumë të rëndësishme që tregojnë tamam si ka qenë fëmijëria jonë në kohën e komunizmit dhe mua më shërbyen për librin tim Romani lindur së prapi. Nga e majta e shtëpisë tonë, që ishte apartament, nga e majta e pallatit tonë, ishte kisha ortodokse e cila ishte shndruar në palestër. Nga e djathta jonë ishte Kino Rinia, e cila ishte kisha katolike e cila ishte shndruar në Kino Rinin. Dhe ne jepnim shfaqje këtu dhe 50 metra më tutje është xhamia e cila ishte shndruar në ndërmarrjen e dekorit të qytetit ku bëheshin parullat e Enverit. Dhe mua gjithmonë pëlqente të thoja, dëgjoj, se unë e kam mësuar alfabetin duke qëndruar në ato kangjëllat atje. E dija nga gjyshja edhe nga gjithë tjerë që kjo kishte qenë dikur xhami, po që çdo gjë që kishte lidhje me fen ishte opium për popullin, ishte një helm, sepse tani ne duhet të mendonim që vetëm partia ishte e domosdoshme dhe besimi i verbër te partia, po jo tek kishat e xhamit dhe në atë kohë ishin të ndaluara, dhe që unë atje mësoj alfabetin me parullat ku shkruheshin partia, Enveri dhe gjithçka tjetër që lidhej me edukimin e njeriu të ri. Përballë pallatit ton ishte perëndimi. Pse? Ka qenë rruga e ambasadave, ku ne gjithmonë kemi qenë nën kontroll dhe ne e kishim të ndaluar që të luani me fëmijët e trupave diplomatike aty. Dhe çfarë bënim ne? Me shoqet e mia mblidheshim ke balkoni që kishim në katin e tretë, merrim dylbit, kishim ca dylbit vjetra nga koha e luftës dhe shikonim se çfarë bënin fëmijët atje. Wow. Dhe ishte, po, unë e kam përshkruar në fakt në roman, dhe ne na pëlqente, ata përdorin bicikleta gjyra në gjyra, visheshin vajzat e reja me minifund, ndërsa ne prindërit na thonin jo se tani jeni rritur, nuk mund të visheni kështu me minifund, me pantallona të shkurtra e gjithçka tjetër. Pra çdo gjë te ne ishte në atë kohë ndaluar. Pra ja u thash në mënyrë simbolike që
E gjithë kjo, ky shkatrim për të krijuar njeriu e ri, që ishte paradoksal dhe që ne syt prapë i kishim nga perëndimi. Pra këto kanë qenë ato pikat e kufizimit ku kam jetuar unë dhe që më kthyen në pika simbolike për romanin tim. Edhe atëherë unë do të them një gjë, se nuk do t'i marr kohë shumë, do të them një gjë se unë gjithmonë e kam dashur Shqipërinë shumë, atëherë në atë kohën tonë nuk kemi mujtur na me pas komunikime, vendoshim disa antena, i shikojshim programet e radio televizioni shqiptar, edhe imagjinojshim një komb i civilizuar, i dashur në me veti, kuptohet që ishte atëherë komunizmi ishte ma ndryshe. Ne kemi pasën pak liri ma ndryshe, po ne kemi qenë pak ma një okupim të ndryshëm. Po, prandaj e thash që në fillim. Për pak kohë të rrinim ne me ta, ne mundo që sot do t'i kemi edhe disa terma të folura në gjuhën e tyre, që kështu që, si thot një fjalë popullore, u bë që u bë tështë jemi bërë bashkë. Jemi bërë bashkë, jemi bërë njësh, është kënaqësi. Shkrimet e juaja, me të vërtet, çdo libër juaj kishte një domethënie. Vrima. Po shikoj tash Vrima. Libri Vrima. Atë ma përmendin të gjithë, Edhe a ndala thash, po kjo çka ka kërkuar atje vulkani, ti shikon ato vrimat, çka ka studiu në vrimat e vulkanit dela ngrutësia e zjarit. Edhe era e sulfurit. Edhe era e sulfurit, por çka lidhjet janë, na thuani ju lutem. Është një lloj e lidha me atë orgazmon e tokës, me ato shpërthimet e tokës, mbase për të kaluar edhe më përtej, edhe te Big Bangu, mënyra si nga një shkatrim fillon është ajo fara e shkatrimit për një lloj riciklimi të jetës. Pra është një koncept filozofik, një mënyrë filozofike, po duke bërë paralele dhe me jetën toksore. Dhe normal titulli pikërisht nga kjo poema Vrima, mori titullin edhe i gjithë librit. Në fakt aty janë dy poema, Legjenda e motrës dhe vllajit, ku parsore nuk është më. Parsor nuk është për vllai, por është motra. Pra është një përmbysje e legjendës, dhe poema e fundit e dashurisë, ku përsëri është individi femër i cili gjatë gjithë kohës kërkon të shkëputet nga prangat e gjithë lloj institucioneve, që nga institucioni familjar, pastaj institucioni arsimor, pastaj vjen rritja e saj graduale, pastaj nga institucionet e moralit ku nuk lejohet fjala seks, pavarësisht sepse ajo ndodhte, sepse njeriu është një qenie biologjike, dhe gjithë ato prangat të tjera që lidhen me institucionet, me konvencionet thash morale, me konvencionet fetare, e gjithçka tjetër, dhe që ajo përpiqet ky individ të shkëputet nga ato prangat, krijoj personalitetin e vet, dhe që si kanguri pastaj filloi ta kërkoj lirinë e vet, por nuk është më vetëm. Sepse kur ishte e re nuk e shijoi, dhe si ai kanguri që mban fëmijën e vet në marsipium, në atë që e dim ne, në atë trastën e bukur që mban fëmijën e vet, atëherë ikën për të kërkuar lirinë e vet. Dhe liria e saj është barazë me dashuri. Po ku ndodhet kjo dashuri? Përtej telave me gjëmba, është rrezikshme, po personazhi thot, unë ato tela me gjëmbra prap, edhe po tishim me korrent, unë do t'i kapërceja për të arritur dashurinë e vërtet dhe lirinë time. Kështu që ky ka qenë, si thua, thelbi i librit Vrima, i cili u keq kuptua, sepse u nxorr nga konteksti, u nxorën disa vargje, të cilat në momentin e parë dukeshin si vulgare, po që në fundit a nuk ka vulgaritet dhe në jetën tonë, se në jetën tonë e hasim dhe me vulgaritetin, po hasim edhe me lirinë, apo jo, me lirinë e mendjes, me lirinë e trupit. Kështu që unë i prita ato zhurmat e mëdha me qetësi, nuk e prisja që do ndodhin, dhe u përhap, unë mendoj që për asnjë libër dhe për asnjë poezi në botën shqiptare nuk ka ndodhur ajo zhurmnaj, siç ka ndodhur me librin Vrima, dhe vetëm me një fjalë u çmendë gjithë shoqëria shqiptare. Wow, kjo është një, me të vërtet, një histori shumë interesante. Kështu, dua t'ju pyes,
Me qenë se t'ju them një mosh madhore, ju dukeni si një vajzë e re, kështu që duhet të them atë çka shikohet dhe ndjehet. Keni një eksperiencë të madhe të shkrimeve të gjuhës, të gjithat i keni, por si e shikoni shkrimet e njerëzve kur shkruajnë? A është e mundur që njerëzit shkruajnë si mbas storjeve, tragedive, gjërave që kanë kaluar, gjërat që kanë qenë të hidhura ose të hidhura edhe në fund lullzojnë. Si e mendoni këtë, si e vlerësoni këtë? A është e vërtet kjo? Pra, e keni fjalën për letërsinë që quhet letërsia e kujtesës. E kujtesës. Që shumë njerëz, letërsia e kujtesës, shumë njerëz shkruajnë, unë jam edhe botuese dhe na vinë edhe dorëshkrime të tilla, na vinë nga diaspora, na vinë shkrimtarët e Kosovës që na sjellin materialet të tyre, sepse unë do të thoja e nisëm me kufit që na ndanin, po tani kufit me të drejtën janë duke u shkrirë, jo se nuk ekziston fare, se janë dhe kufit e mendjes, por që unë e shikoj si diçka pozitive, por njerëzit gatrojnë diçka. Jo çdo njeri e ka dhuntinë e shkrimtarit. Ose do të thoja më mirë që kemi dy lloje shkrimtarësh dhe nuk po merrem fare me shkrimtarët me ata të cilët shkruajnë dhe që s'janë shkrimtarë. Po janë shkrimtarët të cilët kanë një kulturë shumë të madhe, të lexuari, nga përkthimet e gjithçka tjetër, dhe që nuk e kanë atë talentin e shkrimtarit që e ka pjesa tjetër e shkrimtarëve, që e ka atë tharmin artistik të lindur, që e lejon shkrimin e vet të jetë spontan, që niset vërtet nga personalja, por kur e lexon dikush tjetër thotë, "Oh, edhe unë kështu e kam menduar." Ndërsa grupi tjetër i shkrimtarëve, duke u nisur më tepër nga kultura e vet, mundohet ta mbigarkojnë tekstin me histori, me filozofi, me gjithë kulturën e vet, dhe kjo është mbigarkesë, sepse në fundit letërsia nuk është as filozofi, nuk është as shkencë. Letërsia është letërsi. Na qeps me forcën e saj, na trondit ndonjëherë më shumë edhe se një kronik reale. Për shembull, letërsia e madhe për luftrat, për viktimat, ose për kampet e përqendrimit, ato janë akoma më tronditse se sa një kronik televizive. Pse ndodh kjo? Sepse është dhe pjesa estetike, është pjesa e shpirtit që derdhet aty brenda. Kështu që unë do të thoja që jo çdo njeri që shkruan, sepse kam lexuar dhe një gjë shumë bukur, që çdo njeri që di shkrim me këndim mund të shkruajë një histori të vetë. Por kur i jepet shumë zhurmë mediatike, kur ai kërkon vëmendje, jam shkrimtar i madh, kjo nuk shkon. Ndërsa nëse ai ka qenë shkruaj, çdo njeri ka dëshirën e vet shkruaj, çdo njeri ka dëshirën e vet bëj një libër, t'ia lër trashëgim fëmijëve të vet. Po këtu nuk kemi të bëjmë me një status shkrimtari. Kemi të bëjmë me kënaqësinë e një shkrimtari, e një njeriu i cili i pëlqen shkruaj, dhe mua më pëlqen të pikturoj, por unë nuk i kam dhënë ndonjëherë vetë statusin e piktorës. Unë e kam hobi, e kam kënaqësi atë gjë. Atëherë të dalmi te veprat të njohura të juaja, thët me një vend. Këtu poshtë këndohet live. Kjo, çka do me thonë kjo diçka, ka një gjë të bukur, që prek diçka. Po, unë në fakt kam pas dy gjëra parasysh, që poeti i cili flet të vërtetën, flet realen, atë që i ndodh realisht në jetën e vet, dhe ka guximin të kapërcej autocensurën e vet. E para. E dyta, kam trajtuar, te këtu po shkëndohet live, kam trajtuar raportin e poetit me turmën, apo të liderit me turmën. Sepse ne shpesh e gjykojmë turmën dhe themi dëgjoj se unë jam intelektuale, ju jeni gazetar, unë jam shkrimtare, dhe me njëherë distancojmë veten, por harrojmë se secili nga ne mund të bëhemi pjesë e psikozës së turmës. Secili nga ne mund të bjeri pre e mendimit të turmës, dhe sidomos rrjetet sociale e kanë krijuar këtë gjë. Njerëzit lexojnë një titull, lexojnë diçka, ky është mashtrues, ky ka vjedhur, ky ka bërë këtë gjë, dhe asnjë nuk dalojnë thonë, po prit, a është e verifikuar një gjë e tillë? Dhe ne të gjithë na ka psikoza. Por do të thoja që
populli ka një dallim të madh. Pra ai që është popull në një moment caktuar bëhet turp, nëse udhëhiqet nga një lider që nuk e meriton emrin lider, por që nga një person që është autokrat apo dhe pervers, edhe pra shndrohet në turp, ndërsa kur ti udhëhiqesh nga një lider, dhe ju e dini shumë mirë sepse Amerika ka pas vërtet lidera që ja vlen gjithmonë të mendojnë se si e kanë çuar historinë përpara edhe popullin e vet përpara, dhe kur ti udhëhiqesh nga një lider, atëherë ti nuk mund të jesh më turp, ti je popull. Mirë, po ne bëjmë këtë nga tres. Edhe unë me këtë këndohet poshtë live, pikërisht këtë kam dashur. Madje në një moment, në këto vargjet këtu poshtë këndohet live, unë kam përmendur dhe atë që ne na udhëheqin njerëz që na shtyn që Krishtin ta gozhdojmë për ditë dhe që të shëmbim edhe kullat, dhe e kam pas edhe për kullat e shëmbura, kullat e New Yorkut, dhe që rrëzuan njerëzit që ishin me ëndrrën e qiellit. Dhe pse e kam thënë këtë gjë? Nuk ka të bëjë se çfarë feje i përkasim ne. Kjo ka të bëjë me humanizmin njerëzor, dhe varet se kush ne na udhëheq. Dhe vetë ne jemi mëkatar, dhe Krishtit i ka mbetur në kokë, në fakt, kurora me gjëmba. Ndërsa kurora e lavdiste mund në vargjet e mia shëtit kokë pas koke të mëkatarët. Dalin të poezia në 2024. Lindur së prapti. Së prapti, wow. Kjo është, ne në Kosovë thënë kemi lind prap. Prap, e di sepse kur bëra një përurim të librit tim, aq shumë kam qeshur, sepse kur ma prezentuesja ata kemi lind prap. Ndërsa, unë në fillim e kam pasur, sepse gjyshja ime ishte nga jugu, edhe ajo përdorte gjithmonë në shprehjen, sepse shprehjen anapodha, ti ke lindur anapodha. Anapodha është një fjalë greke që do me thënë, ideja është që ke lindur së prapti. Por gjyshja tjetër që thoshte ishte nga Korçë, dhe në Korçë përdoret më shumë së prapti. Ju e keni lind prap. Kështu që rëndësi ka që aty jemi Të ne në Kosovë përdorshin një fjalë, sidomos ata fëmijë që ishin pak të lasdruar, të ishin lehe çoktina se ky ka lind prap. Po, është pra. Edhe mua, edhe madje fillimi i romanit është që të gjitha gjyshet më thonin, të dy gjyshet më thonin ti ke lind anapodha, ti ke lindur së prapti, dhe vazhdoi me nënën time e njëjta gjë që thoshte po normal se ti ke lindur së prapti, dhe ka të bëjë me një rebelizëm. Personazhi i romanit tim është një personazh që ka lindur së prapti dhe nuk ka nxjerr kokën në fillim, kur e ka lindur mamaja, po ka nxjerr duar. Kështu që ajo në vend që të eci me këmbë, ecën me duar. Wow. Mirë, po duke ecur me duar, ajo nuk shifte tokën, që ishte bërë pis, edhe që përshtynin njerëzit, por shikonte gjithmonë, shikonte qiellin. Dhe duke parë qiellin, të gjitha godinat, 4 kaçe, 5 kaçe të kohës komunizmit, i dukeshin si roka qiej, dhe duke u rritur, asaj i the këmbët në tokë, dhe fillon. Nga ato ndërimet e veta dhe si e kishin mësuar, ajo fillon të mendoj me kokën e vet. Nga idealizmi që ishte bërë në kohën e komunizmit, ajo fillon të kuptoj të gjitha gjërat që ndodhin, të gjitha krimet që ndodhin në komunizëm. Wow. Atëherë, do dalim pak. Së fundi, kemi parë çdo promovim i librave të juaja, çdo media mezi pret që ju t'jeni prezent. Recitimet e juaja që më vonë do t'i marrim edhe do t'i shfaqemi, kështu që me të vërtetë më la përshtypja ky libri i fundit, me ato ngjyrat, me ato gjërat e bukura. Po e më mungesë. Ajo dekorimi i atij vendi të bukur, ka e shikoja në studion aty, e shikoja vetën të isha, edhe në pas kam vesh sot ngjyrë të blu tash. Ngjyrë të blu. Që si janë mirë pritur, edhe keni pasur ndonjë kritik? Mbas librit Vrima, me thënë të drejtën, librat e më pasëm që kam botuar Këngën e Turmës, botova Lindur së prapti, dhe së fund me poemën e mungesës,
me të drejtën jam pritur jashtëzakonisht mirë, po shiko, edhe libri Vrima, që më bëri mua me lexues, edhe ai libër, kur e lexuan njerëzit, më kanë kërkuar, madje njerëzit e njohur, më kanë kërkuar dhe falje publikisht, që ne e kemi gjykuar librin, është ajo që fola pak më parë, në bazë të psikozës së turmës, sepse kur e lexuam librin e kuptuam që ishte një libër i thellë dhe shumë edhe i thellë dhe psikologjik dhe filozofik, ku tharmi është erosi si filozofi, sepse në thelbin tim Noli stili im nuk ka lidhje me letërsinë erotike. Por unë duke qenë e lirë dhe duke qenë se edhe seksi është një nga gjërat më të rëndësishme që ndodh njeriu në jetë, është edhe biologjike, dhe do është një temë që do më del përpara gjatë rrugës time. Pra unë shkruaj dhe më del, sepse ti nuk mund të anashkalosh një gjë kaq të rëndësishme që është në jetën e njeriu. Kështu që edhe librat e tjerë dhe secili libër unë shkruaj, nuk shkruaj shpesh, do vetëm kalon patjetër një 4 vjeçar, një 5 vjeçar, dikur ndodhte edhe në 10 vjet që të botoja një libër me poezi. Kështu që i mendoj gjatë gjërat që bëj, për shembull poemën e mungesës, kisha 5 vite që e kisha në mendje dhe që normal ja kushtoi të gjithën partnerit tim me të cilin kaluam 20 vite bashkë, shqiptar nga Maqedonia, që kam histori shumë të bukura, sepse na duhet të kapërcenim kufit për të takuar dhe për të dashur, dhe që kjo poem është edhe poem dashurie, se vërtet flet për dhimbje dhe për humbjen, por është një poem që tregon sa e rëndësishme është dashuria midis dy njerëzve inteligjent, të cilët në çdo kohë kanë atë nuhatjen që të mos e humbin partnerin. Sepse nuk mjafton vetëm të duash, ti me dashurinë tënde edhe mund shkatrosh. Problemi është si të mbetemi dy persona të lirë, sepse kur ti je person i lirë, ti nuk të trembi humbja, nuk e ke panikun, çfarë do ndodhi me mua, mbase nuk mendon çfarë do ndodhi me mua mbase vdesi partneri, ose partneri, apo mendon çfarë do ndodhi me mua po më ndau, po më la. Kështu që dy persona të lirë dhe që e mendojnë jetën me ndershmëri, se si të ngjiten lart në një majë shpirtërore, dhe jo se si të bëhen pre e pushtetit, e paras dhe e lavdis, mendoj se këto janë pikat kyçe mbi cilën është ngritur poema e mungesës. Wow. Një gjë tjetër, sa e lehtë ishte grua. Sa e lehtë të jesh grua? Po, të jesh grua. Sa është e lehtë për juve të jeni grua? Shiko, unë e kam parë në kontekstin sepse burrave kanë filluar ju bien shumë riqaft me të drejtën, nuk e di ande nga juve, ku jetoni ju, po flas edhe këte nga ne, ku normal që ekziston dhuna ndaj gruas ekzistojnë. Por nuk ka pse të absolutizohet, sepse për shembull unë edhe në disa vargje të mia them që unë jam e lumtur, që në jetën time 3 burra të rëndësishëm më kanë bërë të lumtur, që është babai, dashuri, burri, më ka bërë një vlla imagjinar, sepse s'kam vlla, më ka bërë miku, më ka bërë shoku, dhe duke qenë e rrethuar nga gjitha burra me karakter, dhe burra që din ta bëjnë një grua të lumtur, si mundet unë të them që jam feministe kundër burrave? Sepse feminizmi ka lindur për të arritur disa të drejta të grave, nuk ka lindur për të sulmuar burrat. Dhe ne absolutizojmë të gjitha këto gjëra, ndërsa poezia që ka lidhje, ka dhe atë humorin e bukur brenda, është e lehtë është grua pse. Kur qan, ti nuk se gjykon njeri, po qau një burr, sidomos në këto shoqëritë jo shumë zhvilluara, ama dhe ky nuk është burr sepse qan. Kur ndodh diçka ose ndodh një divorc, gjithmonë të drejtën, edhe si kur të mos ketë të drejtë, e përgjithshme është jo, nësi takojnë fëmijët, a thua se këta burra pas kanë qenë aty vetëm për të hedhur farën që të lindin fëmijët, dhe nuk pas kanë asnjë drejtë. Dhe gruaja pas ka drejtë vetëm se e pas ka mbajtur fëmijën bark, jo. Që të rritësh një fëmijë të shëndetshëm nuk ka lidhje me atë se sa e ke mbajtur në bark. Ajo është vërtet një lidhje fizike, fiziologjike, biologjike, që edhe kafsha e ka me fëmijën e vet. Po njeriu është njeriu është pasi e ka lindur fëmijën, dhe një fëmijë i lumtur rritet me nënën, me babain,
që edhe si kur ata të mos jenë bashkë, kur ata din ta trajtojnë edhe divorcin dhe ndarjen si duhet, atëherë ky fëmijë do rritet i lumtur. Wow. Edhe do respektoj dhe partnerin e vet apo vajza partnerin. Kështu që unë në lidhje me këtë, pasaj por humor e kam thënë dhe atë që fundit gratë si merr njeri në luftë marrin burrat. Kështu që në këtë pikë burrat kanë disa pribime, të cilat gratë është më mirë ti jesh grua, unë e them për veten time sa mirë ti jesh grua. Pastaj unë kam dhe një fat të madh, sepse gjithmonë e them, dhe në jetë më ka ndodhur se me sado burra kaq të mirë që unë kam pasur rreth e qark vetes, unë mendoj se s'kam njohur asnjë burr që të jetë më i lirë se sa jam unë. Kështu që në këtë pikë pse mos them që unë jam një grua pa komplekse, bëj një jetë të lirë dhe që ka burra të cilët kanë komplekset e veta. Kështu që në këtë pikë i gjykoj burrat. Atëherë ma po një përzgjedhje që a thash atë ngjyrë roze nëpërmes qiellit të kaltërt edhe të detit. Ajo, perëndimet e diellit viol, Po. Ajo në fakt A duhen ne burrat që shpesh herë të dalim tek deti dhe ta shikojmë atë ngjyrën rozë dhe ta dim se sa shkëlqen, sa është e fortë gruaja. Sepse janë ato kujtimet e bukura duke parë ato perëndimet ngjyrë viol, ku ne grinim dolli për dashurinë, për jetën, me nga një gotë vere të kuqe dhe prisim se si binte muzgu dhe binte ajo bluja, pasaj që është simbol i libritim. Nuk është vetëm simboli i dërimi, është dhe simboli tamam e keni kapur ju, kur ndonjëherë kemi parë që në qiell të jetë njëkohësisht edhe hëna edhe diell. Kështu që i kujtoj me shumë mall ato përjetime, dhe që tani mundet shijoj edhe vetë, sepse dashuria ka inercinë e saj, po që prapë unë rretohem nga njerëz që më duan dhe i dua. Po nuk është një lloj, se sa ti jesh me të dashurin tënd, me partnerin tënd në krah. Nuk është një lloj, po që njeriu duhet marrë atë, tani mua më ka sjell jeta në këtë situatë dhe unë i gëzohem dhe kësaj situatës të qenit vetëm. Atëherë, për fond, dua të di rrugtimet e juaja. Keni menduar të vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në ndonjë vend tjetër? Keni pas mundësi? Në fakt është turp ta them, po asnjëherë nuk e kam kapërcyer oqeanin dhe s'kam qenë asnjëherë. Andaj, nuk e di mbase për shkak edhe të fobisë, të fluturimeve të gjata, po jo se nuk më kanë thënë, edhe më kam ftuar në ndonjë aktivitet ose jam bërë së fundmi dhe panajire libri, po kam dhënë fjalën që kuj dihet në 2026 do të vi dhe do takoj dhe komunitetin tuaj me kënaqësinë më të madhe, komunitetin e shqiptarëve. Do sjell librat e mi dhe do jetë një kënaqësi e madhe, mendoj. Meqense je adhuruese ngjyrës të kaltërt të qiellit, atëherë ke për të flutruar nëpërmes qiellit edhe vjen këtu, ashtu që nuk ke nevojë të kesh frikë. Atëherë, do doja, meqense shumë njerëz kanë dëshirë të lexojnë librat e juaja. I shitni, keni ndonjë kontakt apo nëpërmes Amazonit apo si qëndron kjo puna? Në fakt më tepër janë këto librarit online, që edhe ne si shtëpi botuese Albaz kemi librarin ton online, bukinisti online, do të thonë janë disa librarin që neve, sepse ne si shtëpi botuese punojmë shumë dhe me diasporën, nga që nuk folëm për shtëpinë botuese Albaz, së fundmi kishim dhe 25 vjetorin, dhe që kemi shumë libra, ne sapo kemi mbaruar, ku unë jam një nga bashkëautoret, e librave paketat, kultura, gjua shqipe dhe kultura shqiptare, që janë për nivelin e parë, të dytë dhe të tretë, që kanë rezultuar shumë të suksesshme dhe prindërit janë shumë të interesuar për t'i marrë, në fakt në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë, këto paketa janë shpërndarë dhe falas, pavarësisht se numri i nxënësve i fëmijëve që duan mësojnë shqip është më i madh, por që ne kemi shumë botime dhe do t'ju thoja edhe një fakt interesant. Lutem. Që shtëpia botuese Albaz është hapur në vitin 2000, në fillim fare në Teton, në Tiranë edhe në Prishtinë. Partneri im
Latif Hajrullaj, që u bë dhe bashkë themelues i shtëpisë tonë botuese, ishte një patriot i jashtëzakonshëm dhe që ai më ka bërë dhe mua më patriote, se ne shqiptarët e Shqipërisë, nga që na ka munguar liria dhe kufiti kishim të mbyllur, ne na ka munguar patriotizmi, ne tani që jemi në përbot, jemi kthyer patriotizmin. Ndërsa te ju ka qenë komplet ndryshe. Ai ka qenë njeriu më i lumtur në botë kur ka marrë pasaportën shqiptare, dhe unë e gacmoja, i thoja, po mirë, i thoja, ne shqiptarët e Shqipërisë mezi presim të marrim një pasaportë europiane ose amerikane, ndërsa ti, ai e tregonte nëpër kufit e botës me kënaqësi më të madhe, ka marrë pasaportën, jam shqiptar i Shqipërisë, sepse është ajo Shqipëria am, e thatë edhe ju. Edhe pasaj më ka thënë një gjë shumë bukur. Dëgjoj, ju mund të na gjykoni ne, që jemi musliman, jemi të prapambetur, disa nga gratë tona janë me shambi, se tani dhe kanë ndryshuar. Por ju nuk duhet na gjykoni se ne nëpërmjet fesë kemi ruajtur identitetin ton kombëtar. Dhe unë jam një njeri shumë tolerant, dhe që edhe për shkak të tij jam bërë edhe më shumë patriote, për shkak të tij dhe të punës së përbashkët që bëm me shtëpinë botuese. Filluam të bëjmë libra për fëmijët, për trashëgiminë kulturore. Ne kemi librat më të mirë të gjuhës shqipe, ku unë jam bashkëautore, të letërsisë shqiptare, dhe që janë të shpërndara gjithandej. Së fundmi bëm librat në bashkëpunim me komunitetin e shqiptarëve në Malin e Zi, në Ulqin, kemi bërë librat e historisë së bashku, pra punon gjithë diaspora në Preshevë, nxënësit e Preshevës punojnë me librat tanë, të shtëpisë botuese Albat, dhe patëm një ceremoni të jashtëzakonshme, ku na nderoi dhe ambasadori i Kosovës, që është në Tiranë, ku na nderuan njerëz akademik si profesor Sabria Hamiti apo profesor Ali Aliu. Kështu që unë mendoj që kemi ndërtuar nga hiçi një kompani të tillë, e cila mendoi që do fshinte gjithë kufit përmes librit shqip. Pra atë që ndonjëherë politika e zvarit ose e vonon, ne me të drejtën jemi përpjekur ta bëjmë me shtëpinë tonë botuese Altas. Atëherë Kamet, për fund të përgëzoj për punën tënde, për shkrimet e juaja, për gjërat e bukura që keni bërë, keni shkruar, dhe me të vërtet duat ju them të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve, ata që duan të shkruajnë, në drejtohen te zonja Rita, dhe mund të shkruajnë edhe të botojnë libra, pse jo, është një kënaqësi e madhe për neve, kështu që me të vërtet mu duk mua kjo disa minuta mu dukën që shumë pak. Sigur na fluturuan, Na fluturuan, kështu që unë të përgëzoj për të gjithat dhe të uroj sukses dhe me të vërtet kjo energjia juve dhe pozitiviteti juaj që është primar dhe po shkëlqen dhe po hec, mund të them mos u ndalt kurrë. Kjo është një gjë e bukur nga ne. Një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mbanë për botë. Bota është bërë e vogël dhe fale dhe teknologjisë, ne tani mund të komunikojmë shumë me njëri tjetrin dhe më vjen mirë që për te asaj që ndonjëherë themi që përdoren fjalë fyese dhe sharje, është shumë t'i lëm baskrave këto sharje dhe që themi gjithmonë ato fjalët e bukura që na bashkon, sepse na bashkon gjuha shqipe, një nga gjuhët më të vjetra dhe një nga gjuhët që pse mos e quajmë, me cilën mund përkthehen kryeveprat më të mëdha botërore, na bashkon flamurin, na bashkojnë këngët, na bashkon çdo gjë që na bën që të jemi shqiptar. Dhe vërtet në botë jemi shpërndar, po brenda shpirtit na bashkon ajo vatra jonë. Dhe që dashuri nuk ka gjë më të bukur se sa dashuria dhe respektimi i kulturës së tjetrit. Sepse kur nacionalizmi është i mbyllur, ti ngurtësohesh. Kur je i hapur me kulturat e tjera, atëherë do ta duash më shumë edhe atë çka është nacionale, çka është kombëtare. Dhe ky është mesazhi im. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime që ishe sot prezent me mua këtu në Shtetet Bashkuara, pra të nderuar shikues nga Noli TV, ishte kënaqësia jonë që patëm zonjën Rita Petro, poete autore, edhe mund të drejtoheni në shtëpinë e botuese, ku mund të botoni librat e juaja dhe të jeni gjithmonë pra. Mos harroni të ndjekni kanalin 39 në TV Alb dhe në Nimi TV kanalin 249. Pra, mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.
si perëndimet blu në planetin Mars. Blu u shndëruan perëndimet e diellit pa ty. Bluja mbiu në vend të së gjelbrës, te bari e pemë. Blu gjaku im, jo prej fisnikërisë, por prej hidhërimi. Blu uji, blu gjithçka. Fillova të vuaja nga daltonizmi dhe shquaja veç blu, derisa atë ditë, kur ylberi blun e shpërbeu në cian dhe në vjollcën e Newtonit. Pastaj u shfaqe kuqja, që mu shpërbeu para syve në portokalli, të verdhë dhe jeshile. Spektri i jetës, mendova, dhe mes rreve gri, buzëqeshja jote e bardhë.